Në fjalën e mbajtur me drejtuesit e dekëve të Partisë Demokratike në Tiranë, kryedemokrati Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se ka rrëmbyer kanionin e Q5, ndërsa u shpreh se në kadastrin e Vlorës janë ndërruar 15 drejtor, sepse nuk pranonin të firmosnin për pronat. Ai kolega i tij që shkon e merr 31 gomar kishte si prona. Po, me dokumenta. Jo, janë me dokumenta. Ju them unë ju, që ta dini, ishte një koleg tjetër ai, po ai se kishte pronë. Jo, kolega i pasur, nuk është kolega i tij. Spiro koleg tjetër ai. Dhe kanjoni Q5, që da thoshtë atje si për malit si për atje ku është, atje një cop tokë, atje ku shumë është marrë Olsi, si jam marrë unë, së është e imja, se Olsi nuk e ka vlla. Marrë kanjonin dhe janë rruë 18, 12 apo 15 drejtora hipotekën Vlorë. Vetëm për të bërë çfarë kanë dashur me tokat e bregut. Kadastra, si i kanë ndryshuar, ja u them unë ju, kanë deshifruar paskodet e qytetarëve, të emailave të qytetarëve. Dhe pastaj kanë ndërhyrë me emaila, kanë bërë që kanë dashur, duke mashtruar, falsifikuar, autorizuar e tjerë. I tërë ky operacion është drejtuar nga Akshi. I tërë. Nuk janë iranjantë. Janë surrelasit. Berisha ngriti akuza për ndërhyrje në të dhënat elektronike të qytetarëve, duke pretenduar se janë përdorur metoda të palishme për të ndryshuar dokumentacionin dhe për të realizuar transfertat e pronave. Sipas tij, ky operacion është koordinuar nga Akshi, ndërsa i cilësoi këto zhvillime si një nga aferat më të mëdha të pronave në vend.